Përshëndetje të nderuar miqtë e mi, sonte do të vim me dy histori të radhës. Dy historitë që në fakt brenda vetes së tyre, brenda shpjegimit, mbajnë trishtim të madh, mbajnë lot, dhimbje dhe guxim edhe forcë, por dhe besim. Në qytetin që nuk falte askënd dhe ku drita e ditës nuk mbërrinte kur deri në shpirt, unë nuk ktheva në një hije. Jo një hije e zakonshme, por një e tillë që lëvizte natën, që nuk kërkonte më dritë e shpresë. Një kohë që më parë kisha pasur ëndra, kisha pasur dëshira, plane, buzëqeshje të sinqerta, por jeta nuk mi la gjatë në dorën time. Mi mori me një egërsi që vetëm jeta di ta bëj. Dhe kur më mori gjithçka, unë mbeta me vetëm një zgjidhje, të mbijetoj. Dhe për të mbijetuar, trupi im u bë mjeti im. Në një qytet ku askush nuk pyet se as nga vjen, por vetëm sa kushton, unë isha vetëm një tjetër fytyrë në natë. Të panjohur që vinin, paguanin dhe iknin. Nuk i ureja, por nuk i mbaja mend. As një emër, as një kujtim, ishte më e lehtë kështu. Nuk ndjeja faj. Faji është luks për ata që kanë zgjidhje. Unë nuk e kisha. Çdo net isha në një betejë të re. Dhe në atë luftë unë isha ushtarja që nuk kërkonte mëshirë, por thjesht fitonte një natë tjetër jetesë. Por një natë ndodhi diçka që nuk e kisha parashikuar. Ai u shfaq. Dukej si të gjithë të tjerët, një burr rreth të 50-ave, me veshje të kujdesshme, me sy që bartnin lodhjen e viteve dhe një shikim që, për çudi, nuk ndalej në trupin tim, por ngulej diku më thellë, në diçka që unë as nuk e kujtoja më, e as nuk e kisha, shpirtin. Në fillim ishte një tjetër klient, as që e vura re më shumë se të tjerët, por ai nuk u soll si ata. Nuk pati ngutje, nuk kishte kërkesa. Më pyeti për emrin tim, jo atë të rem që përdorja me të tjerët, por emrin tim të vërtet. Dhe kur ja thash, ai thjesht më buzëqeshi, si të më njihte prej kohësh. E kjo më utoi, nuk isha mësuar me buzëqeshje të sinqerta. E mendova se ishte rastësi, por ai u kthye, ditë pas dite, e natë pas nate, nuk më kërkonte trupin. Më sillte kafe, ndonjëherë çokolada, edhe vetëm flisnim. Për fillim, për fund, edhe për jetën. Ai nuk gjykonte, nuk më shihte me mëshirë, por me një lloj respekti që unë nuk e kisha provuar kurrë. Dhe pa e kuptuar, fillova të prisja netët që ai vinte. Fillova të rregullohesha ndryshe, jo si për klientët, por si për dikë që të bënte të ndjeheshe femër. Ai më rikujtoi se kisha ndjenja, se diku brenda meje, mes gjithë atyre plagëve të mbyllura keq, fshihej ende një zemër që mund të dashuronte. Një natë, në një nga ato dhoma të thjeshta ku ndaheshim nga bota, ai më tha, unë jam i martuar. Më iku toka nën këmbë. E dija që një ditë do ta dëgjoja, por sërish më dhëmbi. Ai pa sytë e mi të lagur dhe më tha, nuk mund t'i lë, kam 2 fëmijë që nuk më njohin ndryshe veç se si baba. Doja të bërtisja, por nuk e bëra. Nuk i kërkova asgjë.
Vetëm i thash, mund t'i dua edhe fëmijët e tu, vetëm mos më lër pa ty. Ai u kthye, vazhdonte të vinte, dhe në sytë e të gjithëve mund të ishim një lidhje paligjshme. Por për ne ishte shpëtim, njësoj si dy të mbytur që gjejnë njëri tjetrin në det. Ai kishte nevojë për një stre, nga rutina e një martese të ftohtë, unë kisha nevojë për një arsye për të mos ushuar. E dija që nuk do të kishte një fund të bukur, por zemra nuk pyet. Ajo zgjedh, dhe unë zgjodha të doja dikë që nuk ishte imi. Edhe më shumë se ta doja, e besoja. Besoja kur më thoshte ti je më e pastër se gjithë ato që kam njohur. E besoja kur më thoshte nuk do të largohem, por jeta ka planet e saj. Një natë ai nuk erdhi, të nesërmen asnjë shenjë. E telefonova, e kërkova, por askund. Pas disa ditësh më erdhi një lajm që më ngriu gjakun. Ai ishte arrestuar. Një hetim financiar nga kompania ku punonte, për mashtrime që unë nuk i kuptova kur. U dënua me burgim për disa vite. Askush nuk më tha më shumë, që atëherë çdo natë unë e pres. Jo në të njëjtën mënyrë si dikur, nuk punoj më në rrugë. Kam gjetur një punë modeste si pastruese në një lokal nate, por zemra ime ende është aty, në atë dhomë të vogël, në ato net të ngrota, në ato buzëqeshje që më mësuan të dua veten pak e nga pak. Ai më mësoi që edhe një grua që ka humbur gjithçka mund të rilind, mund të ndjej dhe mund të dashuroj edhe në errësirë. Nuk e di nëse do të kthehet, nuk e di nëse do të më kërkoj, por e di që një pjesë e shpirtit tim ka mbetur atje, tek ai, dhe ndonjëherë kjo është gjithçka që kemi nga dashuria, një kujtim që nuk vdes, edhe kur çdo gjë tjetër do të shuhet. Kjo është historia e parë, një histori shumë e dhimbshme, një histori, një rrëfim që e kuptuat, besoj se për çfarë bëhet fjalë, nuk dua të futem në detaje. Unë kësaj zonje i uroj të gjitha të mjerat në jetë, qëndro krenare me veten tënde, sepse Zoti sheh gjërat më mirë. Tani do kalojmë në një histori tjetër, në një histori edhe më të dhimbshme, në një histori ku fundi i kësaj historie është shpresat e vetme janë tek Allahu. Nëse jeta ime do t'ishte një film, nuk do t'ishte as komedi e as dramë e zakonshme. Do t'ishte një tragjikomedi, me skena që të bëjnë të qash edhe të qeshësh njëkohësisht, me kthesa që as vetë nuk i kam parashikuar kur. Dhe sot, pas viteve që kanë kaluar, ndjej nevojën të ndaj këtë histori, jo për hakmarrje, jo për të treguar që ja ku e çova unë jetën e tij në fund, por për të treguar dhe për të bërë zë shumë vajzave që ndoshta janë aty ku isha unë dikur, duke dashur, duke u vrarë për brënda, duke mos u ndjerë mjaftueshëm, ndërsa ai që dashurojnë bëhet burr i dikujt tjetër. Ishim vetëm 16 vjeç. Unë e shihja si djalin tipik që përpiqet të jetë i pëlqyer nga të gjitha, me një buzëqeshje që se besoja se ishte e sinqertë. E ureja, ose të paktën kështu besoja. Por ai ishte i ngulitur pas meje, kishte një këmbëngulje të çuditshme, ose si çdo mashkull që mendon se një femër mund të fitohet vetëm duke mos u dorëzuar. Më shkroi, e refuzova, më shkroi prap, i thash, nuk dua lidhje serioze, po nëse ti më do me gjithmënd, do t'jap një shans. Vetëm mbaj mend një gjë, nëse ndonjëherë filloj të të dua, edhe ti më lëndon, do të mallkoj me gjithë shpirtin tim. Ai qeshi, më premtoi se do të më donte për jetë dhe më tha se do të më vriste
nëse do ta tradhtoja. Dhe ne filluam. Kaluan ditë, muajt e vitet. Nuk takoheshim shpesh, por ndjenjat thelloheshin çdo ditë. E doja vërtet shumë, por nuk e pranoja me zë. Kisha frikë nga vetja, frikë nga ajo që ndjeja. Ai ishte gjithçka që nuk kisha menduar kurse do të doja. Por një ditë, si shumë të rinj që ngatrojnë ëndrat me iluzione, ai vendosi që të ikte. Për një jetë më të mirë, diku në Perëndim. E atje, në vend që të ndërtonte një të ardhme me mua, u fejua me një tjetër. U përpoqja ta ndaloja, i fola, i shkrova, i qava, por ai nuk më dëgjoi. Ishin ditët më të errta të jetës sime, nuk e njihja më veten, ishte e pamundur të përballoja idenë që ai do të ishte me një tjetër. Në fund doja unë ta vrisja vetëm për të mos e parë në krahët e asaj tjetre. Kur pash foto në Facebook, i gjunjëzuar me një trëndafil në dorë para saj, diçka brenda meje u thye për gjithmonë. Sytë më nxirë një flak, e mallkova, me gjithë fuqinë e një gruaje të lënduar që s'din të falë. Kaloi pak kohë, u mbylla në vete, bota më kishte kthyer krahët, edhe familja ime ishin të gjithë kundër meje, vetëm me Zotin tim kisha mbetur. I thoja vetes time çdo natë, mallkimi im s'do të shkoj kot. Do të pendohet, por do të jetë shumë vonë. Më pas me ndërmjetësim më kërkuan për fejesë. Pranova. Doja të nisja jetën nga fillimi, doja të martohesha të shpëtoja shpirtin tim. Pas një viti, u afrua dita e dasmës. Ishte vetëm 2 javë larg kur ndodhi ajo që i lutesha çdo natë. Ajo e la, ajo që kishte pranuar për burr tani e braktisi, e zëvendësoi me një tjetër. Ai mbeti vetëm, i shkatruar, i turpëruar, u kthye në pikën ku dikur më la mua, dhe unë vetëse i lash një mesazh të fundit. Tani je i qetë, nuk do të pengoj më kurrë. U martova, e nisa jetën time. U bëra nën. Kaluan vite dhe një ditë dëgjova një lajm që më bëri të qesh e të qaj njëkohësisht. Ai ishte martuar, por me një grua të ve. Një grua për të cilën unë e dija gjithçka. Një heshtje ndjeva fitoren më të madhe të jetës time. Ai më la për një tjetër, përfundoi te dikush që të gjithë e dinin kush ishte. E mbante kokën poshtë, ishte plakur brenda një kohe të shkurtër. Kishim të njëjtin vit lindjeje, tani të dy kishim 2 fëmijë, të dy kemi një të shkuar që nuk mund të harojmë, dhe tashmë që s'mund ta kthejmë mbrapa. Amaneti im për ju është ky. Mos luani me ndjenjat e dikujt që ju do me shpirt. Dashuria vërtet është e rrallë dhe e shenjtë. Nëse nuk jeni gati për të mbajtur përgjegjësi, mos nisni një marrëdhënie. Mallkimi i një zemre të lënduar nuk ka nevojë për magji. Ajo bëhet lutje, bëhet thirrje që arrin në arsh edhe kthehet në ndëshkim. Dhe më e rëndësishmja është kjo: lidhni zemrat tuaja me Krijuesin. Vetëm ai nuk ju zhgënjen. Vetëm ai është stabiliteti kur gjithçka tjetër shëmbet. Dashuria e vërtet është ajo që lind prej Zotit. Familja është gjëja më e shtrenjtë. Fëmijët janë pasqyrat tona. Ata s'kan faj për gabimet tona. Ruani shtëpitë tuaja. Mos ndiqni shejtanin që gëzohet kur ndan 2 zemra që janë betuar për jetë. Uroj të jeni të gjithë mirë, shëndoshe të lumtur. Kjo është historia ime. Dhe nëse ajo që më bëri mua të qaj dikur, po lexon këtë sot, më falë që u bëre frymëzimi i dhimbjes, por edhe i forcës time më të madhe. Këto janë 2 historitë për ditën e sotme.